Kjo është maja Monellës që ka lartësi në rreth 1996 metra mbi nivelin e detit. Është një ndër vargmalet më kryesor të vendit, pasi ka rreqebullin e Ballkanit. Është një specie në zhdukje që fal punës së PPN-s kanë arritur që ata zbulojnë dhe ta monitorojnë gjatë gjithë kohës në malin e Monellës. Jo vetëm rreqebulli ka gjetur shtëpi në Monellë, por edhe shumë kafshë të tjera, si derat e egër, dhia e egër. Peizazhi ishte fantastik, pra mënyrën se si ne u ngjitëm, por dhe pjesa e kurorës që ka veshur gjithë pjesën e vargmalit, duket që ka një lloj, le të themi, pamje shumë bukur, por kemi parë dhe pamje të shtushme me zjarret e rëna dhe me gjithë, le të themi, fatkeqësitë natyrore apo qofshin ato njerëzore. Si ka qenë vera e këtyre? Në fakt 2 vitet e fundit nuk kemi pasur probleme si me zjarre dhe me prerjet e paligjshme. Kemi një lajm shumë të mirë që po japim ekskluzivisht tani nga maja Monellës, gjatë një kërkimi shkencor që po bën në bashkëpunim me Fakultetin e Pyjeve. Kemi arritur të evidentojmë me sipërfaqe provë që filizëria në majën e Monellës dhe gjatë gjithë vargmalit të Monellës është në nivele jashtëzakonisht shumë të mira, që kalon dopjen që ka qenë më parë, domethënë para viteve 90. Kemi një dopjo të filizërisë që arrin rreth 4685 filiza për hektar.